Përshëndetje goca, sot do bëjmë fetina mish viçi. I kam prerë kështu se bleva të sot. Bleva një copë mish kështu dhe e preva. Urdhra krip, vaj ulliri, rigon, piper të zi, rozmarin të freskët, gjethe dafine. Unë i mbledh gjithmonë i thaj edhe i mbaj në për qeska gjethet e dafinës. Ops. Limon. Ja si bëm. O jetë. Come un sistemato i miei capelli, guarda. Guarda. Si, amore, si. Dhe tani do vendosim mishin këtu për qerekore 10 minuta që të marri atë aromën e erëzave. Edhe do t'i japim pak fare skuqe në digan, pak, jo shumë. Edhim një gjysmë, të rëzojmë. Atere, kush më ka pyetur për bamjet, unë bamjet nuk i blej, i kam të baçes time, se unë kam një copë baçe këtu në Itali, që na i ka dhënë komuna. Kam 50 metro katror, pagoj 60 euro në vit. Edhe i mbjell, edhe i bëj qeska, specka, partigian, ku ta di unë. Dhe nuk i skuq, vetëm i mpiks fare, pak fare në furr. Se po ti skuqesh ti lesh me vaj gjëra të skuqura në ngrirje, bën kanceroze.